Të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish edhe sot me mua Tyrona Lilin për të sjellur tek ju historinë e radhës. Rrëfimi që më ka ardhur në emailin tim është një rrëfim shumë i tmerrshëm dhe i dhimbshëm. Domethënë deri ku arrin njeriu? Njeriu arrin deri në atë pikë që të shkatërrojë të gjitha raportet e tija familjare, vetëm sepse ashtu preferon gruaja dhe vetëm sepse ashtu dëshiron gruaja ta shikon bashkëshortin të saj. Zotëria nuk flet me vëllezërit, mban kontakte vetëm me baxhanakët. Do të thënë është një rrëfim që besoni kur e kam lexuar më ka tronditur. Ka net që nuk më zë gjumi, jo sepse jam i lodhur nga puna, por sepse mendja më shkon gjithmonë te i njëjti vend, tek vëllau im. Te njeriu me të cilin unë jam rritur, kam ndar bukën, varfërina, lodhjen edhe ëndrat e mëdha. Sot jemi gjallë të dy, por të ndarë sikur të ishim të huaj. Unë jam një burr i zakonshëm, një njeri që ka dashur gjithmonë familjen. Jam rritur në një shtëpi ku fjala vëlla, në thonjza, kishte peshë. Na kanë mësuar se vllau nuk zëvendësohet kur, se gruaja vjen në jetë, por gjaku mbetet për gjithmonë. Aso kohë nuk e kuptoja sa e shtrenjtë ishte kjo fjalë. Sot e kuptoj më mirë se kur, por ndoshta tepër shumë vonë. U martova me dashuri, të paktën kështu mendoja. E zgjodha gruan time sepse besoja se do t'ishte krahu im i djathtë. Njeriu me të cilin do të ndërtoja familjen, pa prishur atë që unë e kisha pas vetes. Në fillim gjithçka më dukej normale. Një fjalë këtu, një pak kënaqësi atje, gjëra që në fakt unë i quaja tepër të zakonshme, nuk i quaja gjëra shumë serioze. Por me kalimin e kohës, fjalët u shndruan në urdhëra. Këshillat u kthyen në ndalime, dhe ndalimi më i dhimbshëm ishte ai që unë nuk e mendoja kur. Mos fol me vëllaun tënd. Fillimisht unë e mora si shaka. Mendova se ishte një nervozizëm i momentit. Por jo, çdo herë që e përmendja emrin e vllait, shtëpia mbushej me tension, grindje, heshtje të gjata, lot, akuza. Ai nuk na do, ai ty të shfrytëzon, familja jote po na uren. Fjalë që në fakt në mendje nguliten si një gosht. U gjenda mes dy zjarreve, nga njëra anë familja që unë e kisha krijuar, dhe nga ana tjetër familja që mua më kishte rritur. Dhe si shumë burra të tjerë, bëra gabimin më të madh të jetës time. E zgjodha heshtjen. Heshtja më largoi nga vllai. Fillimisht rallova telefonatat, pastaj u bën vetëm për festa, më vonë as për festa, një sije në vit, një urim i ftohtë edhe kaq. Vllau im nuk më pyeti kur pse e bëre këtë gjë, në asnjë mënyrë. Ndoshta nga krenaria, por ndoshta edhe nga dhimbja që është mes krenarisë.
Dhe kjo në fakt më dhëmb edhe më shumë. Sot, e vërteta është e hidhur. Gruaja ime nuk më lejon të kem kontakte me vllaun tim. Çdo tentativë për t'u afruar kthehet në konflikte shumë të mëdha. Çdo hap drejt familjes sime shihet si një tradhëti ndaj saj. Ironia e jetës është se kam kontakte vetëm me baxhanakët, me burrat e motrave të gruas sime. Ata i kam pranë, me ta pi kafe, me ta ndaj halle, me ta qesh. I mbaj si vëllezër sepse jeta më ka mësuar të mbështetem tek kush më jep dorën. Dhe në fakt ata nuk kanë asnjë lloj faji. Janë njerëz të mirë, por brenda meje ka një boshllëk që ata nuk e mbushin dot, sepse baxhanaku, sado i afërt që të bëhet, nuk është gjaku jot. Nuk është ai që ka fjetur me ty në të njëjtën dhomë fëmijërie. Nuk është ai që të ka mbrojtur kur ti ishe i vogël. Gruaja ime e urren familjen time. Nuk e fsheh, nuk përpiqet as ta zbukuroj. Çdo përmendje e prindërve të mi, çdo kujtim, çdo histori nga fëmijëria ime shoqërohet me përbuzje. Dhe unë kam qëndruar shpesh i heshtur për të ruajtur qetësinë e shtëpisë time. Por çfarë qetësie është ajo që ndërtohet mbi shkatërimin e shpirtit? Ka momente kur unë e pyes veten, a jam burr nëse nuk mund të flas me vllaun tim? A jam i fortë nëse kam frikë nga biseda? Apo jam thjesht një njeri i lodhur që ka sakrifikuar shumë për të mos humbur familjen që e ka krijuar, duke humbur atë që kishte lindur me të? Netëve kur gjithçka hesht, më vjen në mendje zëri i vllaut tim. Më vjen ndërmend fytyra e nënës time, e cila na donte bashk. Më vjen në mendje babai që na mësonte se familja është shtyllë. Edhe më pushton një ndjenjfaj që nuk më lë që të marrë edhe frym. Nuk po e tregoj këtë rrëfim për të fajsuar dikë, as gruan time, as vllaun tim, por e tregoj sepse ka shumë burra si unë, burra që heshtin, që pranojnë, që mendojnë se po bëjnë sakrificë për të mirën e familjes, ndërsa brenda po shuhen ngadalë. Unë jam ende këtu, ende i martuar, ende baba, ende burr, por një pjesë e imja kam mbetur pas te dera e shtëpisë së vllaut, ku nuk ka trokitur askush prej vitesh. Ndoshta një ditë do ta gjej guximin, ndoshta do të kuptoj se paqja e vërtet nuk vjen me ndalimet, por nga drejtësia. Deri atëherë ky rrëfim është zëri im i heshtur, është dhimbja ime e thënë me fjalë, sepse gjaku nuk thahet, vllahu nuk zëvendësohet, dhe një burr sado i fortë të duket, thyhet kur ndalohet familja e tij. Mesazhi im në fund të kësaj historie është që më shumë se ka vlerë familja, nuk ka vlerë askush në jetë.